Diaspora shumë e madhe. Domethënë dhe na kena pas faza të ndryshme të emigrimit të Kosovave. Nuk e vetëm të fundit, kemi pas gjatë viteve të 90, kemi pas para viteve të 90, kemi pas edhe pas përfundimit të luftës së çlirimit të Kosovës, edhe pas pasë pavarësisë, ka një dimension të, si me thonë kështu, diaspora ose ikjeve që janë brenda normalës, edhe ka pastaj shumë thonë kështu shtim të intensitetit dhe të shpejtësisë së ikjes, që kemi pa 5 vitet e fundit më shumë që është rrit numri i njerëzve që lëshojnë Kosovën, dhe kjo mund me ndodhë për faktorë të ndryshëm, nuk po du me ikë ato. Spari me pa diaspora. Po nuk është politik. Jo, politika asnjë është hiç. Po më thon prej përfundimit të luftës ti mund arsye politike me lëshu Kosovën nuk i. Po pra. Ti mundesh me trillunja pas ata atje sta marrin. Se ti ku shkon edhe aplikon për vend qëndrim dikun, nëse do me përdor arsye politike, duhet shteti më ta pranu. Ai shteti s'ta pranon arsye politike për Kosovë. Ta ka pranuar në dhjetat. Unë jam konvert në Londër, na kanë pranuar në dhjetat. Nuk ka më asë. Tash ti mundesh me shku si punëtor, mundesh me shku si profesionist, 100.000 mënyra mundesh me shku. Edhe shumë mirë që mundesh me shku. Domethënë që kjo, po diaspora nuk është homogjene, çfarë do të thonë? S'mund të thonë ti diaspora me çdo kosovarë, me çdo ata janë kosovarë që jetojnë në vende të tjera. Edhe ata i kanë, domethënë, pozitat e ndryshme sociale, vende të ndryshme të punës, jetojnë në vende të ndryshme të Evropës, kanë rroga të ndryshme, kanë nivel të integrimit shoqërisë të tyre ndryshme. Edhe këto ndikojnë pastaj edhe mënyrën që ata e shohin politikë bërin në Kosovë. Çka ka ndodhur viteve kur ja kanë nisur rrit lëvizja e vendosje për shkak të punës së lëvizjes së vendosje në Mërgat, ku kam qenë edhe në pjesë, është që në procesin elektoral të Kosovës, për një kohë relativisht të gjatë, janë angazhu vetëm simpatizantët e vetëvendosjes, sepse vetëm vetëvendosja i ka thirrë diasporën me votu në Kosovë. Pra ata kanë mbetë të fjetën këtë. Këta tjerë që kanë pas struktura shumë zhvilluar, mos harrojmë LTK ka pas dhe ka unë mendoj, nëse do të më zgju, struktura jashtëzakonisht mirë të organizuar me diasporë. Çashtu i ka edhe PDK-ja. Po për një kohë këta nuk kanë kërkuar. Jo, Visar, është interesant kur është shpall pavarësia e Kosovës. Partitë politike, PDK, LDK, patën marrë vendim që degët e tyne me shu në diasporë sepse kemi na shtet tash. Dhe ata janë qytetarë të lirë të cilët mund me vendosë që shdo. Në atë kohë, vetë vendosja pat hy për me i kapë. Edhe ka fillu me u zëru në Mërgat, pra me i aktivizu njerëzit të cilët pastaj vinë dhe marrin pjesë në elektrat. Pra që ke ideja që diaspora e voton vetë vendosin, është ide e gënjeshtër, është iluzion. Djallëzore. Është iluzion, sepse votojnë për vetëvendosin që ata që ja aktivizu vetëvendosja. Në momentin që janë se ta tjetë mu aktivizu, që e pam na për shembull me non-shkurt që e përmendet. Thanë për i vjedhni votat. Zero lokale, po të një thanë jo për i vjedhni votat. Sepse e panë që në fakt janë ka zgjohen që ato strukturat e mbyllura të partive tjera, të cilat kanë fuqi shumë më të madhe sa që ka mujt me ndërtu lëvizja e vendosjes. Tash, a voton diaspora për lëvizjen e vendosjes? Ajo, unë mendoj që edhe këtë rallë, sikur edhe hera tjera, këtu ka me pas diskutim politik. Disa njerëz kanë me votu për vendosjen, që vinë nga diaspora, qysh votojnë edhe në Kosovë, disa tjerë kanë me votu për parti tjera, qysh votojnë edhe në Kosovë. Për mendimin tim, kur flasim për diasporën, unë mendoj që duhet me fol nga një perspektivë tjetër. Për shembull, Albin Kurti e shet diasporën si votues. Edhe të drejtën që ja u garantojnë, që thojnë, kom dëgju për shembull dëgjuam edhe presidentën kur e kishte këtë konferencë për shtyp, që tha që ata kur po i bin remitencat po na pëlqejnë, pra duhet me pas edhe drejtën e votës. Shumë fyse kjo ajo. Ata drejtën e votës e kanë. Ata Kosovës, dhe drejta e votës fitohet me shtetësi, jo me parë, nuk blehet ajo. Kjo po thotë ta pe blejnë.